Opozita ka thirrur pas ditën e së shtunës një protest kundër Edi Ramës, ndërsa lidershipi i PD-s ka arritur temperaturën duke shpërsuar gjuhën politike me paralajmërime që i drejton kryeministrit. Protesta është parashikuar të nisë në orën 17:00 dhe sipas organizatorëve ajo do të zgjasë rreth 3 orë, edhe pse asgjë nuk është e përcaktuar. Në dallim nga protestat në formën e foltoreve që organizohen çdo të hënë përpara kryeministrisë, për tubimin sot pasdite, vëmendja e demokratëve është përqendruar te pjesëmarrja. Duket se kjo protestë do të përdoret si një demonstrim force për sa i takon mbështetjes popullore, ndërsa prej disa javësh pothuajse i gjithë grupi parlamentar i PD-s është angazhuar në takime, sipas zonave, me strukturat partijake, për të siguruar një pjesëmarrje sa më të lartë, dhe së dyti është kozgjatja e protestës. Zakonisht protestat kanë përfunduar 3 orë pas nisjes, ndërsa nuk dihet nëse PD do të arrijë të mbajë më gjatë në shesh mbështetësit e saj. Një variant është që tubuesit të qëndrojnë në bulevard deri në mesnatë, por gjithçka duket se do të ketë lidhje jo vetëm me vendosmërinë e qytetarëve, që do t'i përgjigjen thirrjeve për të protestuar, por edhe masivitetit të protestës. Ndaj edhe në këtë protestë, çelësi që do të përcaktojë strategjinë është pikërisht pjesëmarrja. Referuar kohës kur do të mbahet protesta, por edhe kushteve atmosferike, e gjithë vëmendja është te Tirana, duke përqendruar energjitë për të bindur banorët e kryeqytetit të dalin në shesh dhe të protestojnë. Historia e protestave në Tiranë ka treguar se për sa kohë tubimet janë pa incidente, ka pjesëmarrje të lartë, por kur nisin përplasjet, formati i protestës nis dhe rrudhet. Një pjesë e konsiderueshme e protestuesve janë udhëzuar të mblidhen në selinë e PD-s, prej nga ku do të niset drejt godinës së kryeministrisë dhe kreu demokrat Sali Berisha, i shoqëruar nga një pjesë e madhe e deputetëve. Të tjerë mbështetës të opozitës do të marshojnë nga sheshi Skënderbej drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, për të ndaluar pranë podiumit nga ku do të mbahen fjalimet. Temperaturat politike janë rritur, teksa në seancën e fundit plenare nuk munguan debatet, akuzat, batutat mes kreut demokrat dhe kryeministrit. Berisha ftoi Ramën që të qëndronte në zyrë nëse do të ishte burr shteti dhe të priste qytetarët, duke dhënë sinjale për një protestë të fortë, që duket se ka lidhje më shumë me rritjen e adrenalinës që militantëve të PD-s, sesa me ndonjë paralajmërim serioz. Por cilët janë skenarët e protestës? Skenari i parë është ai që ka ndodhur gjithmonë, një protestë që mbahet në mbikëqyrjen e organizatorëve dhe gjithçka është e komanduar. Kjo formë proteste mund të prodhojë përplasje sporadike mes protestuesve dhe forcave të rendit, apo dhe incidente të vogla si hedhja e molotovëve, si për të tërhequr vëmendjen, por gjithçka ndalet këtu, pa krijuar situata që mund të dalin jashtë kontrollit. Këto forma janë aplikuar vazhdimisht nga opozita dhe përtej. E vetmja gjë që kanë prodhuar janë debatet mbi shifrat e pjesëmarrësve, ku organizatorët flasin për mira e mira dhe pala tjetër e minimizon në maksimum. Skenari i dytë është protesta të zgjasë në kohë, qytetarët të përpiqen të vendosin në një rrethim godinën e kryeministrisë, gjë që mund të çojë në percepitime të situatave, përplasje dhe tensione të vazhdueshme dhe sulme. Nëse i referohemi gjuhës politike të Berishës, që paralajmëron Ramën dhe e konsideron protestën si vendimtare për rrëzimin e atij që e konsideron si regjim, mund të aplikohet edhe kjo formë proteste, por më pas vijnë deklarata zbutëse nga deputetët demokrat, që thonë se do të distancohen nga incidentet, molotovët dhe se nuk thërrasin protesta për t'i kthyer njerëzit mish për top. Dhe këto momente bëhen nga ligjvënës, që njihen si besnikët e Berishës në Selim Blu. Gjithsesi në këtë variant, dy janë elementet që janë përcaktues, pjesëmarrja e lartë dhe vendosmëria e tyre për të qëndruar sa më gjatë. Skenari i tretë është një miksim i dy skenarëve, ku një protestë e kontrolluar hera herës shpërthen, një format ky i aplikuar edhe më parë, që prodhon tensione. Është një model që tërheq vëmendje më të madhe, veçanërisht ndërkombëtare, duke u pasqyruar në mediat e huaja dhe kthen vëmendjen nga Tirana.